Shëngjini është thyrë epicendra mira të rinjve nga e gjithë bota në këtë fillim qershori. Festivalin ndërkombëtar i muzikës elektronike UNUM i ka dhënë gjallëri kësaj zone turistike. Festivali ndërkombëtar i muzikës elektronike UNUM ka çelur edicionin e tij të 6 në Bregdetin e Shëngjinit, duke mbledhur mira të rinj në Shqipëri dhe vende të ndryshme të botës. Ky event unik, i cili do të zgjasë për 5 ditë me radhë, ka kthyer zonën e Ranës së Hedhur në një qendër të muzikës dhe argëtimit. Mbi 70 artistë me famë botërore luajnë muzikë elektronike për gjatë 24 orëve në 3 skena të ndryshme të vendosura në Bregdet, duke sjellë një atmosferë elektrizuese dhe përvojë unike për të gjithë pjesëmarrësit. Unë vi për herë të parë dhe ky event është super. Atmosfera krijuar këtu është unike dhe po e kalojmë shumë mirë. Krahas muzikës, po shohim të bukuritë natyrore që të ofron kjo zonë turistike. Unë vi nga Dubai dhe është hera e parë që marr pjesë në këtë festival. Gjithçka është perfekte, duke nisur nga deti, mali dhe organizimi që po bëhet. Muzika në pëlqen shumë dhe është krijuar një atmosferë unike për gjatë 24 orëve. Me pak fjalë, është një super organizim që po bëhet, duke na dhënë mundësi që të argëtohemi në mënyrën më të mirë. Jam këtu prej 2 ditësh dhe po kalojmë shumë mirë. Po bëjmë plazh dhe po shohim këtë organizim perfekt këtu në Shëngjin. Atmosfera që është krijuar është e papërshkrueshme dhe vërtet ja vlen të marrësh pjesë në një event të tillë. Ky event po i përmbush në maksimum pritshmëritë e të pranishmëve, të cilët shprehen të mahnitur me organizimin dhe bukuritë natyrore të Shëngjinit. Gjithçka është perfekte dhe po kalojmë shumë mirë këtu në Shëngjin. Është një zonë e mrekullueshme dhe një organizim perfekt që vlen të jesh këtu për të kaluar disa ditë ndryshme, pasi atmosfera është super. Festivali mbarkombëtar i muzikës elektronike UNUM ka startuar të njëjtën e 5 qershorit dhe do të vijojë deri ditën e martë, duke i sjellë gjallëri Shëngjinit që në nisje të sezonit turistik. Ndërkohë, për mbarvajtjen e aktivitetit janë angazhuar struktura të shumta policore, me qëllim garantinë e rendit dhe sigurisë së pjesëmarrësve dhe disiplinën e lëvizjes së automjeteve.